Po mundësia është mëre, po tash kjo ruhen dhe në rujtë gjithë ere. Ti ke pas enë të përnu me për shembull parot lloj-lloj se gjatë është rësane ekzistojnë edhe sot para 80 vjetë. Që janë maru para 80 vjetë. Po nësë dojmë e rujtë vetë, se nuk e din, anë në që më vetë vetën, pse mësë me pas këtë vesh krejtë? Pash për këtë kohën ta shkojmë ka të ush dash në malë, dash këtë të ush. Unë së speshe që e ftoft për fare. Përshëndetje. Përshëndetje. Ju jeni? Unë jam Femini Shefci. Femi, baca Femi, unë e po të shoh që i ke sot tirçit me gojtana. Po. Është hera jeme e parë që pishon në shesh jashtë festav, një person me veshje tradicionale. Sa shkaruhet kjo tek tritet tek njerëzit? Kjo ruhet veç kur i vynë dikoj. Për shembull ndaj far feste, ndaj far festivali, këta që merren me folklore me sen, jo da kam respekt për ta shumë. Nuk është ka krejt që u huëdh. Po edhe s'ki ku e banë, edhe ai që e dërë me vesh, s'ka ku e gjanë, s'ka ku marën, kjo zbrehet ma. Kjo te i kalu. Ti ki tuat? Unë i kam pijat. Edhe i vesh çdo ditë. Do më thonë, sot s'ki me shku më një darë, së mëse me na i festival. Jo bash çdo ditë, po i vesh, se unë folklorin e du shumë, po ne me folklor, po ne me disa njerë që e du në folklorin. Kum punu edhe me disa shkolla, po kjo ministria e kjo drejtoria e pa ftyrë në nivel qendror ma të vjollë sa a lijun së më kanë përkrap, po së më kanë rajt. Na e bom një bashkim të gjimnaziatave të në 2016 e disa drejtor të kave kanë shumë të mija dhe kemi punu shumë. Po ka pas edhe si që su interesën folklori fare. Nuk e di pse folin Shqip. E kjo në dyta kom ftuar shumë herë, mu takuar në emision e sen, po s'ka ftuar as për emision, e as për kur gjë heq. E është e çuditshme që sa është aty, si drejtoresh. E kjo është një pasoni për kush e ka dhe do të më rujt. Kjo është bashkë do të më përkra për arsye se do të më rujt këto tradicionale tonën edhe mos me humb edhe brezat e ri me ditë se çfarë janë këto veshje. Nuk janë veshje veç për folklor, po janë tradicionale, këto mundesh me vesh bravo të koft. Po sa pirun këta, sa po ki mundësi mi rujt këta, sepse këta janë pileshit, bashkë pileshit. Po mundësia është mëre, po tash kjo ruhen dhe në rujt gjithë ere. Ti ke pas enë të përnu me për shembull parot lloj-lloj se gjatë është rësane ekzistojnë edhe sot para 80 vjetë. Që janë maru para 80 vjetë. Po nësë dojmë e rujt vetë, se nuk e din, anë në që më vetë vetën, pse mësë me pas këtë vesh krejtë? Pash për këtë kohën ta shkojmë ka të ush dash në malë, dash këtë të ush. Unë së speshe që e ftoft për fare. Po s'do më marrna me këto, se na do këtë nashta primitive, nashta, se kuptaj asun. E kjo marhama e krejë? S'ka originale ma, kjo është emitim. Emitim, por çka simbolizon kjo? Se këto se kom pa shumë njerëz. Po nuk ka punë simbolizimi, po kjo veshët kapele dhe kjo për mëzmenijet. Ose di që veshët për tjetër. Se kur është nëzet në semrej fare. A shokën pa tjetër. E ke vënë shokën? Qa po kujton? Hajde. Qa shoka? Ko ka kështë me... Po të lodhna, po këtë e në maru kur e në maru e. E mos ka kësi? Po ka veç shumë pak. Këse po janë tash kopiem, po janë me bez edhe po janë shumë damshme ajo. A bez zbehen ato... Po qysh se kanë zbe. Po qysh se zbe. Unë për shambull pe jasoj që s'ka mundësin tash për shambull me për e ti është e ri, më ka të me harnu o qëllën. Që so vjetë i kishtë të? Vëllaj shumë vjetë kanë. Për 74-ës. Për 74-ës. Baci kadre i rëvu që i ka prej Rametia. Një kadre kastrati. Qështu bablëk. Qka tjetër? Edhe pse nuk po ka tirçi original, sepse këto emitimet, unë e thash edhe më herë këto emitimet, ja po na hupin edhe rëndësinë e tyne, edhe po sa më kanë mundësi me kushtu këto pitleshit original. Po këto duhet më uponu, kjo nuk është e letë më bo. Këto në ere kanë thonë, i kom një për shamë në në teme, kërë kanë thonë atëherë, këto duhet më reqe, duhet më uponu në veke që veke. Kjo nuk është punë e letë më bo. Edhe duhet me dashtë të me bo, ta shku shë për këto. Cilat gra bojnë sëtë. Kjo është ajo.
Edhe kurrena te shkolla të organizimi I kësajt, kjo kthena qësaj sepse mos t'ju jes peng dëgjuzve, ti the që ke desh me ke organizu Kemi mojt në një koncert, Okej, ku e keni marrë? gjimnaziatës këtu në Sallë Kuqe, Pallat Renis. Te krejt Kosovës. Ka dalë, 14 komuna, s'kena mujtë marrit krejt. Okej. Prishtina konë se një koqër 2 gjimnazë dhe më ka ndihmu për me prit kolegët e ty nësë në zonësat, kur vinë vetjirave shkolla. Përkrohen më të madhe ka qenë të kun në drejtërit e klasën Gelan në Nazmi Musa që tash është i ndijer. Ka qenë një lira mala në Suarik gjimnazën I jetare, e përshëndes shumë, s'kom pa grumazojnë, pa të shërbime tjera të kulturës aty, me një fllëshnak, nuk e morën përsi për me prunë zonësat, ka qenë kulturë diçka. Vjek shumë keq I thash ashtu, po kur s'përkrahet në zonë, se di ku s'përkrahet. Edhe në Skenderaj kom pas përkrahje, sa kemi pas aktivitet aty, po në zonësat nuk I kanë provu. Ka qenë e ka një lezit Ferizaj shtër? Ka dalë të mësëgot. Ferizaj edhe aty kemi punu të mirën, konin kënë të angazhum, po kur është ardhë data për marrë me 7 maj në Prishtinë, si janë angazhu me pak autobusin as kur gjallë në mjetë zonësat rrugës. Ashtu më kanë pëtu dhe pej Gjakove, që kom pa në zonësat më të mire, më të edukum, e më të zgjut, I kom pa aty, I kom pa dhe në Suarik. Frizren edhe në Gilan, si të barabartë, tjetë s'kone me përmen. Mirë po devish ne kemi majtë, koncertin mirë kemi kalu. A ka më majtë edhe në 2026? S'ka më majtë s'përka kërkush. Po jo mërë s'përka kërkush, qëfar? Së në monë se duhen. Ati që ka të më thonë me I të bu për shambull krejtë në zonë, sa të gjimnaziatës të Kosovës, me I të bu me 7 maj në Prishtinë. Ose në rëndatën, së është me rëndësit ladotë, po kur është muti pak majtë zetë, edhe njëherë pak edhe ishtë bo kësajt një farë shërjeti, po blok. Ka shumë zonësat mirë, ka njerë që dojnë këtë traditonën, po aje që ka duhet së përro, arrodhe një më tonë, gjithë që ka pas nivel, edhe komunalit dhe qendrorë që I kena ftu njerëz, asë njësë ka marrë pjesë. Vjen keq, kryeministët ka qenë kë Isa Mustafa, e kena ftu shfa. Po kërkush së ardhë, asë ministri arsimit, asë të arsimit, asë se që ka interesu më ardhë. Ose ka ardhë zërë pëse o ba. Ku ju ka dhimë kjo? Qka? Ku ju ka Po ju dhemë gjithë shka, se duhen me dhonë kurqofën, duhen me në gjithë shkohin për veti. A unë e di që qka të kontribojsh për shamull për I një, si da më sponzonë sa është të vlerë, e pa arrushme. E vërtet. E kështu. Faleminderit që ishe pjesë e jona, edhe na thëmë, unë të thëmë, nëse na vjen dikush për nëna përkra, për këtë iniciativë tillë, unë do të marrë numrin mbrapa kamerës edhe do të kontaktoj sepse është një ide edhe një diçka që duhet më kanë çdo vit, sepse gjana tradicionale duhet mi servy. Mos mi harru, sepse nëse na I harrojmë sot, nesër kush do I kujton ata. Edhe një po ta bëjmë atë kjartë. Aty ka qenë një sekretar, një fjerzak, më s'po më kujtohet. Aty ka qenë edhe një zyrtare lartë, e një qike një profesorit tem, të jopë Debranit. Këtë janë konë aty në atë iniciativë, më bokja pohja, po ajo zoja me kom gullje, edhe pse në ashtini, në paret mija kom kërjatë. Koncert, dasht festival, dashtu I qka të dush, kur s'na ka përgjegjë. Ajo është ajo tila që kom qef me shku aty, insista kontaktojmë, I sheh këti kom dokumentacion, gjithë qka kom rujtë. Faleminderit që ishe pjesë e jona, ajo të dashur me që rëni me neve, sepse gjanat e mira I sjellin veç na Kosova Info ju informon për çdo gjë. Ruani traditat, ruani gjanat, sepse këto janë gjanat që neve na duhen për jetën, kështu që rëni me neve.